Përshëndetje! Në këtë video do t'ju shpjegojmë se si të plotësoni një deklaratë tatimore në portalin tuaj të tatimeve. Logohuni në portal me kredencialet tuaja. Shfaqni menun e deklaratave dhe zgjidhni llojin e deklaratës që doni të dorëzoni, për shembull, tatimin mbi fitimin. Do të hapet faqja e deklaratave të padërguara. Këtu ju mund të shihni listën e deklaratave të padorëzuara të tatimit mbi fitimin. Deklaratat të cilave ju ka kaluar afati i dorëzimit, nëse ka, janë të dalluara me ngjyrë të kuqe. Zgjidhni deklaratën përkatëse për periudhën që do të deklaroni dhe shtypni butonin për shfaqjen e deklaratës. Do të hapet një dritare për deklarimin e tatimit mbi fitimin. Nëse keni nevojë të shikoni instruksionet e plotësimit të deklaratës, mund t'i shfaqni ato nëpërmjet butonit shkarko udhëzimet në cepin lart të ekranit nga e djathta juaj. Ktheuni tek faqja e deklarimit dhe filloni të plotësoni vlerat në kutitë përkatëse. Gjatë plotësimit të deklaratës, sistemi do të llogarisë automatikisht tatimin mbi fitimin për shumat e deklaruara. Pasi të keni plotësuar deklaratën, ju mund ta ruani atë duke shtypur mbi butonin ruaj në fund të faqes. Ky buton e ruan deklaratën për rishikim. Mbyllni deklaratën duke klikuar butonin kthehu mbrapa në fund të faqes. Nëse e hapni përsëri, do të shihni se vlerat e deklaruara janë ruajtur, por ato mund të ndryshohen. Nëse mendoni se keni përfunduar me deklarimin dhe doni ta dërgoni deklaratën tuaj tek sistemi qendror i tatimeve, shtypni mbi butonin ruaj dhe shëno gati për procesim. Tashmë kjo deklaratë nuk mund të ndryshohet. Nëse doni të ndryshoni deklarimin për periudhën përkatëse, ju duhet të krijoni një deklaratë korrigjuese. Për krijimin e deklaratës korrigjuese, ju lutemi të shikoni videon përkatëse. Me shtypjen e butonit kthehu mbrapa, kthehemi tek faqja e deklaratave tatimore të dorëzuara. Deklarata juaj shfaqet në listën e deklaratave të dorëzuara me statusin gati për procesim. Brenda 24 orëve, deklarata juaj do të përpunohet në sistemin qendror të tatimeve dhe pas kësaj do të shfaqet në listë me statusin deklaratë e regjistruar. Punë të mbarë.